إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم تقن الله عز وجل فلندرويم بريتين ديهم رفالي كركويم صلواتت يا درجونا محمد صلى الله عليه وسلم familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuam, ne në xhumat e kaluara kemi folur disa prej xhumave, një 7 prej tyre kena folur rreth përgojimit dhe damat e përgojimit dhe çka na sjellin dam ato përgojimin në dunjë e në ahiret, mi po e pam të mjaftueshme me aq sa folëm me përfundu atë temë. Ndërsa ju e po të dhe ato poshtë kur falim se sa e rëndësishme qenë ka me marrë, me mbledh, me të bu, me kanë, me qenë njëri dijes. Sa e rëndësishme qenë ka që mu të bu për me mbledh dije. Sa që e përmenda poshtë që Allahu Azza wa Jall lavdërohet me emrin tanë para krijesave, para melekve me të ngritur të kaj që i ka ngrit dhe i ka pranë vetës e ti, lavdërohet me ty nëse shkon në një vend për me marrë dije. Qoftë kjo që përmenda edhe më herët, nëse të buhesh me një vend ku është të shpërnda dija, qoftë edhe në shpinë tonë nëse miresh me libra dhe ndëgjimet e derseve dhe shpjegimeve të dietarëve që kanë. Pra tash do t'ja filloj, për sot do t'ja filloj një temë se sa e rëndësishme është dija islame. Çfarë rëndësie ka dija islame? Si e ka ngritë Allahu Azza wa Jall dijen islame? Si ka lavdru Allahu Azza wa Jall njerëz të dijes? Si ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëz të dijes? Dhe me përkthy pak më shqip se si Allahu Azza wa Jall i ka ngrit, i ka lavdru hoxhallarët, të cilët e ndjekin rrugën e Allahut të pejgamberit dhe punojnë me rrugën e Allahut dhe të pejgamberit dhe përpiqen me shpërnda dinin islam. Sa i ka ngrit Allahu Azza wa Jall këta njerëz. A mos rastisht ka ndaj njërin fytyrë tokës jashtë nga dietarëve të dinit islam që mundet të me ju bon afër me ju afru këtyre njerëzve, apo jo do ta shihni këtë në ato që do të fillojnë prej sot me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka thonë: "Wa qur rabbi zidni ilman." Dhe thua jo Muhammed, o Zot, ma shto djenin. Dhe thua jo Muhammed, o Zot, ma shto diturin. Prandaj kjo është një prej kërkesave që Allahu Azza wa Jall i drejtoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që të kërkon ai për shtesë. Dhe këtë dietar të mëhershëm prej tyre Ibn Uyeyne, prej 3 gjeneratave të para, ky dietar Sufjan ibn Uyeyne i thonë, ky thotë se Allahu Azza wa Jall nuk e ka urdhëruar pejgamberin alayhi salatu wasallam për një diçka me ju shtu jashtë na për dije. Jashtë na dijes, jashtë na shtimit të dijes diçka tjetër s'ka kërku me i thonë o Muhammed, kërko që të shtohen fëmijët, kërko që të shtohet pasuria, kërko që të shtohet pozita. Nuk ka kërku Allahu prej pejgamberit direkt. Me përjashtim çka ka kërku? Ka kërku që thua jo Muhammed, o Zot, ma shto diturin. Prandaj është ndjekje e rrugës së Allahut dhe të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe për neve. Nëse vazhdimisht lutemi o Zot, shto ma diturin, o Zot, shto ma diturin. Prandaj pyete veten tënde, sa herë brenda një viti janë olanka se o Zot i madhërisëm, ma shto diturin, o Zot i madhërisëm, më bën më të ditur në raport me ty o Zot. Sa herë ke ju ke lut Zotit tan enkas për këto, pyete veten tënde kime pase sa pakën me dal. Ndërsa Sufjan ibn Uyeyne tha, dhe vetëm insan që kërkoj Allahu prej pejgamberit njështu është dituria. Ndërsa Imam Kurtubiu në tefsirin e tij thotë se kjo tregon për vlerën, pse veç për dituri pas ka kërku Allahu që
prej pejgamberit me kërku shtesë, pse veç për dituri? Imam Kutubi në tefsirin e tij thot, kjo për shkak që vlerën na tregu Allahu, vlerën e madhe të dinis, vlerën e madhe të diturisë, vlerën e madhe të njerëzve të dijes. Prandaj, kjo tregon ky ajet se sa e rëndësishme është dija, sa vlerë pozitë madhe tek Allahu ka dija. Ndërsa Hasan el-Basriu, një prej 2 gjeneratave të para, tabiin, Hasan el-Basriu prej duave që bajke, ai nuk u diskutejke për veten e tij, që bajke dua për mi ushtu dituria. Kjo nuk u diskutejke, po prej duave të tij, a din cila ishte? Se kjo është Zoti i Madh. Lëshë rahmet mbi ata njerëz që ti ju ke dhënë dije. Lëshë rahmet, bereqet, të mira mbi njerëzit që ti ju ke dhënë dije. Ndërsa dallimi mes neve dhe atyre tash, ky gjenerata e dytë që tabiin, dallimi mes neve dhe atyre është në as për veten tonë nuk po lutemi o Zot shtoma diturin. Ndërsa ai për veten su diskutojke, por u lutke për njeriu e dijes, o Zot, lëshë rahmet mbi ta. Edhe kjo pjesa e dytë në mesin e popullatës tonë është ajo se ju që lutemi Allahu me lëshu rahmet mbi një hoxh dietar, mbi një dietar ndjekësi rrugës Allahut dhe të pejgamberit dhe shpjeguesi i dinit, jo na mu lut për to që Allahu më ashtu dienin, por për kundrazi, veç shikojmë, veç këshyrmi, mendojmë, planifikojmë, t'ja ulmi pozitën e tij që Allahu e ka ngrit. T'ja ulmi nderin pozitën e tij, edhe ta qesmi poshtë atë njeri dhe ta largojna atë prej syve të njerëzve, mos ta marrin njerëzit fjalën e tij. A ky imami Hasan el-Basriu, prej gjeneratave të para, tha se prej dove o Zot, lëshë rahmet, e ti pyete veten tënde, sa herë ke thonë o Zot, është një dietar në territorin e Kosovës, është një dietar në trevat shqiptare krejt, o Zot, lëshë rahmet mbi ta se sot mirat po rrjedhin prej tina, so shpjegimit është të jabo dinit tanë Islam, so shpjegimit po jaban Kur'anit dhe haditheve, sa herë ke thonë o Zot, lëshë rahmet e bereqet e të mira jepi ati, sa herë ke bon, ti pyete veten tonë që kanë më dalë vallahi pak. Ndërsa kjo Imam Shafiu i pari me dhejbit Shafi'i prej selefe, prej pare, a i thëjke, kullema zdettu ilmen, izdettu ilmen bi gjahli. Kjo me në mësu neve, të cilët përpishemi me mor dije. Mos të mendojnë na që arritën deri në një kategori, e mora unë tashti një diplom, edhe unë u bona njëri më i dituri. Jo kështu. Imam Shafiu tashti thëjke se sa herë që po më shtohet dija, po më shtohet dija, se sa i pa ditur jam une. Sa herë që po më shtohet dija në fe, po më shtohet dija se sa i pa ditur që kam une. Kjo është për ata që janë të thelluar në dinin Islam, për ata që janë të thelluar në dije, në libra, në literatur, edhe në shpjegimet të Kur'anit, të haditheve, sa ma shumë vëllahi që ti thelluhesh në tu, ki me pa vetën tonë se so pak po dishe, se ky dini ju s'kalon sen pas shpjegu, nuk kalon pas shpjegu, të regon atët parët tunë, s'kan lan pas shpjegu, edhe në banje kur të hinë si me hy, edhe prej saj kur të delë si me dal, edhe kur desh prej banjës me cilën ka me dal, me cilën me hy, në gjami me cilën me dal dhe me cilën me hy, ato dalimet, detaje, s'ken lanë sen të vëgël, po ky dini ju në pas shpjegu, edhe në këtë ngranë buk me cilën ndurë me ngranë, a mugut, a mës mugut, edhe sa me mbush edhe atë stomakun tonë, a me mush krejt, a me lon pak si zbrat, detajet i ka spjegu këtë din, pra ndaj sa ma shumë që hindyn në dinin Islam, edhe në dituri, vëllaj keme vrej vetën tonë ku ka dal, e ku t'ja nisin tani rejeti pra në teje me fol, ti nuk je moj gotë shumë, nërësh ka da se ka mund si kypedika se dia ishë me gjanë, ka mund si kypedika unë hales ka marit e kjo dije, për këta Imam Shafiu, për me në dhomësim atyre, njerëzve që janë në rrugën e dijes, që ke arrit diçka, mos me në që je njëri ma i dituri, mos me në që ti arrit të kulmin e dijes, se kulmi i dijes nuk i ka dhonë kërkujt, ato ka pos veç Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pas që Allahu ja ka mësu, po flasë për dinin Islam. Ndërsa Allahu azza wa jalla përmen Kur'an thot, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allahu thot, apo mendoni ju se janë të barabartë ata që din dhe ata që s'dina?
Allahu na u drejtu njerëzimit. Si mendon ti se je i barabat ti i njëjtë me një hoxhë që ka dije islame tamam, edhe që shpjegon dinin e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, mendon që je i barabat ti me ta? Mendon që je i barabat ti që ke marrë një diplomë në matematik, je i barabat me një njeri të dijes islame, me një hoxhë që është i nivelit lartë që e din dinin islam, mendon që je mo doktor i matematikës, ti i barabat me ta? Mendon që ti je mo doktor i fizikës ose i kimisë, biologjisë, je mo i barabat me ta? Wallahi ja. Ata që është donë dija islame janë kulmin e dijes. Ata janë kalojnë dijen krejtve. Çfarë do diplomet i drejtimet e tjera që të kish, nëse është njëri krahasteje që ka dije islame, po kur flas dije, nuk e kam për qëllim veç kapuçi, edhe kjo, po e kam për qëllim dije, nuk je i barabart kurrë me ta, në dunjë dhe as në ahiret. Allahu tha, apo mendoni se janë të njëjtë ata që dinë me ata që s'dinë? Që bëni si pyetje, a përgjigjen e dha vetë Allahu në Kur'an? Ai e bëri pyetjen Allahu dhe ai e dha përgjigjen. Përgjigjen e dha Allahu tha: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu tha, atyre që ju është dhënë që kanë besu. Allahu tha, kush ka besu për juve do ta ngriti. Por atyre që ju është dhënë dija, ata do t'i ngriti lartë, shkallë të larta. Këto e spjegaj Allahu. Fillim tha, mendu që janë të njëjtë. Në pjesën e dytë as janë të njëjtë, se atyre që është donë dija ata kam i ngrit lartë. Bili, dietarët islam kur falen të fjalën i ngrit darajat, shkallë i ngrit Allahu azza wa jall. Çfarë shkallë pas ka për qëllim? Çfarë ngritje pas ka për qëllim Allahu azza wa jall? Këto janë dy, edhe ngritje në dunjë, edhe ngritje në xhennet para Allahut azza wa jall. Ngritje në dunjë prej tyne, ngritje në dunjë është se Allahu ka me ta ngrit emrin tanë, nëse e ki dijen për hit Zotit, nëse e ki dijen e Allahut dhe të pejgamberit, ka me ta ngrit Zoti pozitën tonë në mesin e njerëzve. Nëse para te është një ministër, por atu pranë ministrës një dietar, vallahi ma shumë ka vlera i dietari se edhe ministri dhe kryeministri e krejt. Ma shumë ka i hoxha i dijes vlerë se so kërejt këta tjertë. Allahu ta ngrit tjetër, Allahu të ban të ngrit në dunjë, të ban njeri që punon me urtësi. Nuk je njeri ngutshëm. Me urtësi, fjalët i thu me urtësi, derset kur iman me urtësi, po njëherë të ban njeri të respektueshëm, njeri që din me respektu të tjerët. Kjo që të ngrit Allah. Ti je respektuar edhe ban me të respektu të tjerët ty, nuk ban me ndjemat ty edhe nuk ban njëri me mja ullë pozitën të tjerëve çka ata e meritojnë. Edhe dietarët tanë t'jep dritë në zemrën tënde. Kjo ngritja në dunjë është edhe dritë në zemrën tënde. A mendoni se janë të njëjtë? Ai që ka zemrën e ndritur me dritë, a është i njëjtë? Mendoni se janë të njëjtë ky me njëri që zemrën e ka të mbushur me errësirë? A mendoni që kuptimi i dyve është i njëjtë? A mendoni se gjërat i kuptojnë ata dy të njëjtë, kurse se nuk janë të njëjtë? Po jo veç kaq, por Allah të ngrinë dunja të ban njëri që ma shumë i kupto senet. Prandaj një dietar, një hoxh i dijes, shka kupton ai, do njerëz të thjesht i duhen vitet e tëra me ardh deri te kuptimi i tij dhe një herë të ngrit fjala e këtij hoxhës, fjala e këtij dietarit është më prekse në zemrën e njerëzve se sa njëri që është doktor në shkencët e tjera. Fjala e tij ka ndikim më të madh tek Allahu azza wa jall. Kjo është ngritje në dunjë, e ngritje në ahiret. Ibn Abbas i tha, Allahu i ngrit në xhennet, i ngrit njerëzit në kategori të dijes o kanë, imanit por edhe në kategorisë të dijes. Sa ma shumë që e kështu dije në dunja, aq ma shumë shkallë Allahu ka me të ngritë në xhennet. Prandaj një të tillë e tha edhe Imam Kurtubiu, tha po e vërejnë ajeti tha Allahu ja ngrit shkallët. Nuk përmeni se so shkallë. Imam Kurtubiu tha kjo kuptohet, përdesa Allahu e la të hapur, sa ma shumë që ti ki dije, qaq ma shumë Allahu ka me të ngritë tek ai. Njashtu edhe tha, edhe Ibn Kathiri e tha se Allahu i ngrit besimtarët në përgjithësi, por atyne që kanë bo bashk besimin
edhe dijen, Allahu ata kam ngrit shumë më lanë ditën e gjykimit. Për këta në tha pejgamberi alajhi salam, në hadithin që sjell Ibn Majah dhe ka botë vërtet Sheikhul Albani, edhe pse ka fjalë në hadith, tha pejgamberi alajhi salam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Me kërku dijen o ju njerëz, tha pejgamberi alajhi salam, me kërku dijen është farz, obligim për çdo njeri. Është obligim për çdo njeri, kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për çfarë dije kemi? Për çfarë dije kena për qëllim? Ato që e tham fillim, a kena për qëllim edhe nëse njoni krejt jetën e tij e harxhon duke mësuar galaktika? A kena për qëllim njoni këtë jetën e tij mëson duke u bë matematikanti i veçantë? A mendoni se hyn këtu tekste që edhe në Kur'an edhe në hadithe për vlerën e njeriu të dijes? A mendoni që është edhe për ata që mirët me biologji, respekt për ata të tjerët. Edhe ata nëse ndreqin jetën e kanë shpërblimin e vetë. Por, wallahi aja që flitën tekste, në atë Sheikhul Islami në Majmu' al-Fatawa vëllimin e 10. Thotë kena për qëllim këtu tekste, janë për qëllim pa u diskutu, për hoxhën e dijes, për njerin e dijes islame, dijen që ka trashëguar prej pejgamberëve. Tha Allahu, tha pejgamberi në Kur'an, thotë Sheikhul Islami, innal ulama warathatul anbiya, se dietarët, hoxhallarët e dijes janë trashëgimtarë pejgamberëve. Thotë wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran, ndërsa pejgamberët s'kan lënë trashëgimi dinar dhe dirham. As dirham, wa innama warathul ilm, por ata e kanë lënë trashëgimi dijen fetare. Sa kjo është për qëllim këto tekste që ka vinë në dinin islam, se për kanë flitet. Kush e ka pozitën më të lartën, për cilin njeri dijes, është për hoxhën që e ka, pavarësisht ta na pëlqen neve s'ta pëlqen, pavarësisht se njëri del më të hoxha ka për veti. Mara unë du mi ka dhu tekstet, a më rukë mua së më rukë edhe të mbetet tek Zoti, a jam në randin e hoxhës, a janë mbetet në çështje tek Zoti, te Allah i madhëshëm. Por që ta dim, i edhe natë apo si erdh, i pëlqej ose i pëlqej se hoxha po ngrit veten, vallai tekstet po ngritin, dhe këtu çka po e thamon janë fjalë të Allahut pejgamberit, dhe i përmana fjalë të parëve të selefit, se njeriu më ngrituri është njeriu që ka imanin dhe ka dijen e dinit islam dhe praktikisja ka lënë asnjëni. Këto e thanë dietarë dhe tha Sheikhul Islami, mi po kjo fillimi i kësaj teme që na do të flasmi ende, me pas se sa e rëndësishme është ti djaliri, me pas se sa e rëndësishme është mu ka për dije, mu ka me mësu dijen, e me lexu dinin islam, për dinin islam, e me mësu çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi. Sa e rëndësishme është, e sa pa vlerë është, pa ta për ty tash, e sa pa vlerë është mu ka me hub kohën me asilojna, e me harxhu kohën bashfare. E sa pa vlerë është kaniherë mu mirë me galaktika e me shkencat e tjera që sjellin asgjë dobi para Allahut azza wa jall. Këtë dhe të tjera do t'i shihni në xhumë tashme. Elusmi Allahun të na falë të mëshirën. Elusmi Allahun azza wa jall me pejgamberët dhe njerëzit e dijes atje në xhenetën ata kanë. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve Allah të ju ndihmon në veçanti atyre në Gaza. Allahu çorët ju ban t'ja lesan, t'i ndihmon ndaj armiqve të tyre. Allahu belat alshan walhamdulillahi rabbil alamin.